Përshëndetje miq, prapë unë Dardani. Sot do të diskutojmë temën si të përcaktojmë familjen kimike të produktit që nevojitet. Pyetja është, pse duhet të përcaktohet familja kimike e produktit që ju nevojitet për ta përdorur? Sepse secila familje kimike i ka përparësitë dhe të metat e veta. Zgjedhja e duhur e kategorisë së duhur të ngjyrës do t'ja lehtësoj punën, si dhe do të reduktoj kostot. Në tregun tonë ekzistojnë disa familje kimike, të cilat i kemi paraqitur në tabelën e vjetër së bashku me shkurtesat e tyre. Për shembull, poliuretan, e cila shënohet me PUR, nitrocelulozë, e cila shënohet me NC, akrilike, e cila shënohet me shkurtesën ACR, poliester me PO, ultraviolete solvente me UVC, ultraviolete në bazë të ujit me UVWB, dhe kemi vetëm bazë të ujit e cila shënohet me WB. Tani do t'ju sqarojmë avantazhet dhe disavantazhet e secilës familje kimike. Poliuretanikja është mjaft e përhapur në tregun tonë dhe zakonisht është dy komponentëshe. Përparësia e saj momentalisht është çmimi, fortësia. Të metat e saj është koha e shkurtë mbasi të përzihen dy komponentet, si dhe zverdhja nëse ka të bëjë në raport me dritën, në ambient të jashtëm. E dyta është nitrocelulozë. Nitroceluloza është mjaft e vjetër, është familje që daton pothuajse që 40 vite dhe është vetëm në dalje nga tregu. Avantazhi i saj është tharja e shpejtë, ndërsa disavantazhi është mbyllshmëria e dobët. E treta është akrilikja dhe momentalisht trendi është tek akriliket, sepse mbyllshmëria është mjaft e mirë, qëndrueshmëria ndaj dritës është e pranueshme, çmimi relevant i arsyeshëm dhe ka disa mundësi të jenë një komponentçe dhe dy komponentçe akrilike. Një zgjedhje e mirë për gjeneratën e sotme. E katërta, poliester, e cila është gjenerat mjaft e vjetër, po është e pazëvendësueshme. Nëse doni të arrini shkëlqim të lartë, qëndrueshmëri mjaft të mirë, e sidomos në shkëlqime të larta sikur te piano black gloss, përdoret poliesteri. Poliesteri si familje kimike mund të përdoret edhe si rezinë për ndërtimin e objekteve të ndryshme. Ultraviolet solvente. Pse quhet solvente? Sepse përzihet me solvent, nuk përzihet në bazë të ujit. Pse quhet ultraviolete? Sepse fotoiniciatorët, të cilët gjenden brenda saj, aktivizohen vetëm në dritën ultraviolce. Gjenerata e arshme e saj është ultraviolete në bazë të ujit, e cila përzihet me ujë. Kjo momentalisht është trendi momentan në Evropë. Disavantazhi i saj është çmimi, por avantazhi i saj është sepse është ekologjike. Dhe e fundit të cilat do ta potencoja është water based apo ngjyrat në bazë të ujit. Ngjyrat në bazë të ujit kanë shumë avantazhe. Duke filluar nga rezistenca ndaj dritës, domethënë nuk sarihen, përdorimi i gjerë mund të jenë një komponentçe, dy komponentçe, gama shumë e gjerë e tyre e cila mund të përdoret shumë industri, ndërsa disavantazhi i tyre është tek kompanitë apo tek individët të cilët do të përdorin nëse temperatura e aplikimit bie më pak se 20 gradë. Atëherë krijojnë probleme të cilat ndikojnë në tharjen, në mosngjitjen dhe probleme të tjera. Prej familjeve kimike që i përmenda deri më tani do të flasim për poliuretanin. Kur themi poliuretanin, fokusohemi vetëm te ngjyrat poliuretanike, jo të gjitha produktet që janë me bazë poliuretani, sepse spektri i poliuretanit është shumë i gjerë. Fokusi jonë është në ngjyrat poliuretanike. Siç e shihni në tabelë, poliuretanin, familja kimike e poliuretanit ka avantazhe dhe disavantazhe të veta. Shkojmë një nga një. Rezistent ndaj nxehtësisë. Poliuretani të kombinuara me përforcuesit ose harterët e duhur ka mjaft qëndrueshmëri ndaj nxehtësisë. Shkëlqimi i lartë. Poliuretanet hovin më të madh e arritën tek saktësisht tek shkëlqimi i lartë, sepse rezistenca e tyre ndaj polirimit ju mundëson shkëlqimin 100%. 100% përbërës të ngurtë rëshire, që do të thotë filmi i aplikuar i ngjyrës poliuretanike tërësisht ngurtësohet. Variacionet e shumta të ngjyrës. Kjo nënkupton që me poliuretane mund të përdoret katalogi i RAL-it, katalogi i NCS-s, RGB-s, CMYK dhe shumë katalogje të tjera, si dhe përdorime të ndryshme të cilat mund të përdorë në industri të ndryshme, por gjithmonë në bazë poliuretani. Ekonomik.
Pse është ekonomik? Sepse sasia e madhe e cila përdoret në industri të ndryshme nga familja poliuretanike ka mundësuar që edhe industria të ketë një kosto më të ulët të prodhimit të ngjyrave poliuretanike. Cilat janë disavantazhet? Çështjet mjedisore është saktë se është disavantazh, sepse është solvent based, sepse është në bazë të solventëve. Ndjeshmëri ndaj lagështisë. Kjo nënkupton nëse druri apo substancat të tjera, të cilat ngjyrosen me familjen kimike poliuretan, mund të kërsasin me kalimin e kohës për shkak se druri apo materiali tjetër e rrit volumin, ndërsa ngjyrat poliuretanike nuk e kanë aftësinë e përshtatjes, domethënë nuk janë elastike, nuk mund të rriten bashkë me drurin. Jo shumë rezistente ndaj produkteve kimike. Edhe kjo është e saktë. Poliuretaniket nuk janë shumë të mira në përballimin e produkteve kimike siç janë acidet apo produkte tjera kimike për pastrim si mund të jenë diklormetani apo metanoli apo estere të ndryshme. Nëse dojmë të flasim më në detaje për poliuretanin, specifikisht në për industri të ndryshme, mund të themi se që në mobileri ka mjaft përdorim të gjerë. Momentalisht në tregun ballkanik dikun 85% e përdorimit të ngjyrave janë në bazë poliuretani. Ndërsa në Evropë kjo është duke u zëvendësuar me bazën e ujit. Cili është përparësia tjetër e produkteve poliuretanike është mbyllshmëria. Mund të krijojë një film mjaft të trash, që do të thotë mbyllshmëri të mirë. Cili është disavantazhi tjetër i produkteve poliuretanike është rezistenca ndaj dritës. Sepse me kalimin e kohës produktet poliuretanike e ndryshojnë ngjyrën, që do të thotë zverdhen, apo në terminologji quhet yellowing. Cilat industri ju kisha preferuar të përdorin produktet poliuretanike, një prej kryesorëve mund të jetë industria e drurit, por është mjaft mirë në konstruksione metalike për përdorim të brendshëm, edhe në industrinë e automobilizmit, sidomos në riparimin e bagerave, kamionave dhe produkte tjera. Për më shumë video si kjo, na ndiqni në kanalet tona në YouTube apo në rrjetet sociale +Paints.